Nuk e di, po njerëz më të organizuar se sa këta egjiptianët unë nuk kam parë ndonjëherë. Ne jemi në një resort që ka jashtëzakonisht shumë njerëz, shumë turistë. Resorti është all inclusive dhe imagjinojnë se sa njerëz mblidhen kur konsumojnë vaktet e tyre, mëngjesin, drekën, darkën, dhe sërish nuk bëhet fare rrëmuj, vendet janë gjithkohon të pastra. Ata i gjenë gjatë gjithë kohës duke fshirë, duke pastruar. Që më ndodhi tani që shkova në tualetë dhe nuk ishte një nga banjat, nuk ishte letër higjienike. Më duhet që të shkoja sërish pas 3 minutash dhe i gjeta aty atë punonjëse që po vendoste letrat higjienike, po pastronte tualetin. Janë gjithkohon duke pastruar, duke u organizuar, kanë gjithmonë ato oraret e tyre fikse, sikur mbytet piscina, shikojnë kohën në varësi të kohës, bëjnë ato procedurat e veta nëse lejohet që të përdorësh detin edhe piscinën. Në dom nuk të mungon asnjëherë asnjë gjë. Unë për shembull kisha harruar fuçat e dhëmbëve, patjetër që i gjeta atje, që jo në të gjitha hotelet mund t'i gjesh, okay, në këto resorte all inclusive, edhe ndoshta i mendoj pak më gjatë, por është sigurisht që jo në të gjitha hotelet i gjën kaq të detajuara gjërat. Tek kështu, mua më vjen keq që qëndrova vetëm 4 ditë, do doja të kisha qëndruar më shumë ditë, por jam sigurt që do rikthehem. Nëse po e mendoni që ta vizitoni dhe ju Egjiptin, unë mendoj mos e mendoni 2 herë, përveç situatës së luftës. Aty duhet të merrni parasysh vetë siç i morëm ne. Ndoshta pasi të kalojnë këto trazirat mund të rezervoni pushimet tuaja në Egjipt pa merak fare. Si për familjarët me fëmijë, si për çiftet, mendoj që do jetë vendi ideal për pushimet tuaja. Por gjithmonë prenotoni 7 ditë e lartë, jo 4 ditë, 5 ditë.